Ky emision mundësohet nga Konrad Albania. Mirëmbrëma nga Paper FM 91.1. Sot do të flasim për vrasjen e gruas. Ka vrasje që ndodhin në një moment. Ka vrasje që zgjasin gjithë jetën. Të parat i shohim në lajme, ka një datë, ka një autor, ka një vend, por ekziston dhe një tjetër formë zhdukeje. Ajo nuk ndodh në rrugë të errta. Ajo ndodh në familje, në shkolla, kur bjem dashuri. Në mënyrën se si një shoqëri vendos se kush ka të drejtë të ekzistojë plotësisht. Sepse një grua nuk zhduket vetëm kur dhuna është fizike. Ajo mund të fillojë të zhduket shumë më herët. Kur mëson të kurrë zërin e saj, të kontrollojë trupin e saj dhe kur fillon të justifikojë dëshirat e saj. Sipas një filozofie, gruaja nuk lind thjesht si kategori biologjike. Ajo bëhet e tillë përmes mënyrës se si shoqëria e formon. Ky proces nuk është vetëm një formim, shpesh është të kurrje. Gradualisht një vajzë mëson të dyshojë në zërin e saj, të kontrollojë trupin e saj, të kërkojë falje për hapësirën që zë në botë. Kjo është një formë pushteti shumë e veçantë. Quhet dhunë simbolike. Një dhunë aq e zakonshme, aq e përditshme sa shpesh nuk duket më si dhunë. Ajo nuk ka nevojë për britma, nuk ka nevojë për forcë, sepse funksionon në momentin kur njerëzit fillojnë ta konsiderojnë normale. Dhe kështu ndodh diçka e çuditshme. Një grua mund të fillojë të zhduket pa e prekur kush, pa një akt të vetëm dhune. Vetëm duke mësuar nga ndalë të jetë më pak të kurret, të struket. Po, për këtë do të flasim sot në Fije Jete. Për mënyrat se si një grua mund të vritet pa e vrarë. Ky është emisioni Vrasja e gruas. Vrasja e parë është heshtja. Ky është momenti kur fillon brendësimi i rregullave. Momentet e para të jetës së një vajze nuk janë vetëm biologjike, janë edhe sociale. Sepse që në vitet e para të jetës një fëmijë mëson diçka shumë të rëndësishme, si funksionon bota për të. Kjo nuk ndodh përmes ligjeve apo teorive, ndodh përmes reagimeve të rriturve, përmes tonit të zërit, përmes fytyrave që e shikojmë, përmes mënyrës se si reagojnë kur ajo flet, qesh, zemërohet, kërcen apo kërkon diçka. Fëmijët e ndërtojnë ndjenjën e vetes përmes marrëdhënieve me të tjerët. Fëmijët mësojnë se bota është një vend i sigurt për ta përmes mënyrës se si të rriturit reagojnë ndaj tyre. Pra, imagjino një situatë të zakonshme. Një vajzë 3 vjeçare vrapon drejt mamit ose babit për të treguar diçka që për të është shumë e rëndësishme. Ajo është e emocionuar, flet shpejt, ndoshta flet dhe me zë të lartë. Dhe përgjigjja që merr është mos bërtit. Nuk flasin kështu vajzat. Qetësohu. Dhe sigurisht që në pamjet parë këto duken vetëm korrigjime të vogla të sjelljes, por truri i fëmijës nuk përkthen vetëm fjalët. Përkthen mesazhin që qëndron pas tyre, dhe mesazhi është i thjeshtë. Mos fol shumë, mos qesh shumë, mos kërko shumë. Dhe në tru aktivizohet sistemi i alarmit, një mekanizëm shumë i vjetër biologjikisht që lidhet me mbijetesën. Dhe për një fëmijë mbijetesa nuk lidhet vetëm me ushqimin apo rrezikun fizik, ajo lidhet me një gjë shumë më të thellë, me mënyrën se si mund të ruaj marrëdhëniet e rëndësishme. Nëse një fëmijë ndjen se për të ruajtur dashurinë duhet të ndryshojë veten, ai fillon ta bëjë këtë. Kështu fillon ky proces i rëndësishëm që nëse dua të më duan, unë zvoglohem. Dhe ky është momenti i vrasjes së parë simbolike. Jo me një goditje të vetme, por me prerje të vogla, gati kirurgjikale, që të dëmtojnë veten. Prerja e parë lidhet me zërin. Mos fol kaq shumë, mos bërtit kaq shumë, mos qesh kaq shumë. Ule zërin kur qesh. Prerja e dytë është trupi. Ule fustanin. Mos i hap këmbët. Mos u bëj provokuese. Prerja e tretë lidhet me mënyrën e të menduarit. Mos kundërshto.
Nuk je më e zgjuar se yt vëlla. Boll kërkove kaq shumë. E keqja është që këto mesazhe nuk vijnë nga një person i vetëm, sepse vrasësit simbolik nuk janë një figurë vetme, ata janë rrjet. Ndonjëherë është babai që tallet me ëndrat e vajzës, ndonjëherë është nëna që përpiqet ta mbrojë, por në të njëjtën kohë e kufizon mos e tepro, mos bëj skena, mos na turpro. Ndonjëherë është motra apo vllai që tallen, ndonjëherë është gjyshja që përfaqëson një botë edhe më të vjetër rregullash. Vajzat e mira nuk bëjnë kështu. Ndonjëherë shkolla, kur mësuesit thonë një vajzë e zgjuar, por pak arrogante, pak mendje madhe. Dhe ndonjëherë shoqëria, një shikim, një koment, një buzëqeshje ironike. Këto janë aq të vogla si sinjale sa askush gati nuk i vëre, por me kalimin e kohës ato ndërtojnë një kufi të padukshëm. Vajza mëson se ekziston një hapësirë e lejuar për të. Dhe se nëse e kalon atë, duhet bëhet gati për faturat cilat nuk është bërë gati. Ndaj disa prej tyre zgjedhin një transformim të çuditshëm. Nuk ka më nevojë që dikush ta ndalojë. Ajo fillon ta ndalojë veten. Njerëzit fillojnë të rregullojnë sjelljen e tyre që të përshtaten me normat e shoqërisë sepse kanë nevojë të jetojnë të qetë, kështu dhe gratë. Pra ajo që po them është që pushteti bëhet i padukshëm. Ai funksionon sepse njerëzit fillojnë ta zbatojnë rregullin, vajzat rritet. Pastaj vjen adoleshenca. Një fazë që shumë të rritur e ngatrojnë. Sepse shumë vajza nuk duken më të nënshtruar në adoleshencë. Përkundrazi, ato fillojnë bëhen rebele, gënjejnë, mohojnë, bëhen të zhurmshme, guxojnë të shkelin kufijt. Por ajo që ne shohim nuk është liri. E keq lexojmë, duan të jenë të lira. Është rebelim. Po, është një rebelim kundër gjithë regjimit që kanë përjetuar deri në këtë moment. Vajza flet më fort, provokon, sfidon autoritetin dhe shoqëria reagon me njëherë, mashtruese, gënjeshtare, e egër, pa kufi, e përdal. Në shumë raste ajo që po ndodh është shumë e thjeshtë. Ajo thjesht po përpiqet të provojë që ekziston dhe përpiqet të testojë një territor të ri, një territor të cilin ti nuk e njeh. Ajo do ta provojë. Po natyrisht askush nuk e lë. Ajo rebelon me trupin e saj. Në fakt, rrethi i rregullave të vjetra jashtë saj vazhdon të ekzistojë. Dhe shpesh mjafton një ngjarje që gjithçka të ndryshojë. Një turp publik i fort, një kritik apo ndëshkim, më i fort se ç'është situata, një dashuri që përfundon keq, një ndëshkim nga familja. Dhe në këtë moment, disa vajza veshin përsëri muret e strukjes, jo sepse nuk kanë guxim, por sepse trupi i njeriut është ndërtuar për të mbijetuar, jo për të qenë hero. Kështu fillojnë këto format klasike të mbijetesës. Dikush ngec në këtë stad, vazhdon, rebelon pa kriter në çdo moment, duke vuajtur vetmi ekstreme. Disa nënshtrohen, i nënshtrohen burrit, familjes, rregullave. Vendosin të jenë thjesht nëna, edhe një karrierë modeste. Disa të tjera mbyllen, izolohen. Vazhdojnë të tentojnë t'i thonë botës se sa të zonjat janë. Punojnë me orë të zgjatura. Mund të bëhen dhe personalitetin fushën e tyre. Por vetmia është ekstreme. Dhe kështu këto vrasje simbolike nuk fillojnë me një akt të madh. Dhe kjo ndoshta është pjesa më e vështirë që ne si shoqëri duhet pranojmë. Sepse vrasësit simbolik nuk janë gjithmonë njerëz të këqij. Madje di, ndonjëherë njerëz që na duan. Ata janë njerëz të rreth nesh. Por kjo është mënyra më e hershme se si vritet një grua. Jo duke i marrë jetën, por duke e mësuar të mos jetë vetja.
vrasja tjetër, instrumenti tjetër, më saktë, që ne përdorim për të vrarë gratë dhe vajzat, është turpi. Turpi është një nga mekanizmat më të fuqishëm të kontrollit social që njerëzimi ka përdorur ndonjëherë. Ti e di që turpi nuk ka nevojë për policë, as për ligje, gati as për ndëshkime të drejtë për drejta. Sepse turpi funksionon ndryshe. Ai ndërton një roje brenda trupit të njeriut dhe roja e bën punën për gjithë shoqërinë. Dhe një vajzë e vogël fillon ta mësoj këtë shumë herët. Në fillim duken janë këto komentet e vogla që duken gati edukative. Madje edhe me doza dashurie, mbylli këmbët, mbulo veten, nuk mund të veshësh një gjë kaq të shkurtër. Mos bëj sikur ke turp. Këto janë ato mesazhe që ndërtohen dhe zënrojnë shumë thellë. Sepse mesazhi që japim është që trupi i vajzës nuk është vetëm i saj. Ai është diçka që duhet kontrolluar, menaxhuar dhe ruajtur nga vështrimet të tjerëve. Kështu që vajza fillon të brendësoj disa rregulla të pashkruara, rregulla që askush nuk i shpall si ligj, por që funksionojnë pothuajse në çdo shoqëri. Dhe rregulli i parë është trupi duhet të kontrollohet. Ai nuk duhet të jetë shumë i dukshëm, nuk duhet të jetë shumë sensual, nuk duhet të jetë shumë provokues. Por paradoksi është se ai nuk mund të jetë as i padukshëm, sepse në të njëjtën kohë shoqëria pret që gruaja të jetë tërheqëse. Pra vajza futet të zgjidh një ekuacion pothuajse të pamundur për të zgjidhur. Bëhu e bukur, por jo shumë. Bëhu e dëshirueshme, po me karar. Dhe ky tension i vazhdueshëm krijon një gjendje të përhershme vetkontrolli. Vajza fillon të mendoj për trupin e saj jo si një hapësirë ku ajo jeton, por si një objekt që vetëm duhet të administrohet. Rregulli i dytë, edhe më i ndërlikuar. Seksualiteti i saj duhet të justifikohet. Në shumë kultura dëshira mashkullore shihet si diçka e natyrshme. Burr, ç'të themi? Si një forcë biologjike që nuk ka nevojë për shumë shpjegim. Por, kur një grua shpreh dëshirë, shpesh lë një pyetje tjetër, pse dëshiron, pse kërkon, pse ke nevojë të jesh kaq e lirë? Kështu ajo fillon ta trajtojë seksualitetin e saj si një gjë që duhet ta arsyetoj, ta argumentoj, të jap pse. Ndërkohë që nuk ka fare nevojë. Dhe rregulli i tretë është që dëshirat e saj duhet të jenë të moderuara. Do me thënë, një grua që kërkon shumë sukses, para, pushtet, seks apo liri, shpesh etiketohet me njëherë e pangopur, ambicioze, agresive, arrogante. Dëshiro, po jo shumë. Ndaj gratë fillojnë të monitorojnë veten. Në këtë pikë, nuk është vetëm shoqëria ajo që i sheh. Ajo fillon ta shoh veten me sy të shoqërisë. Ky është ai vështrimi i brendshëm që një grua përdor për të frenuar veten. Këto janë prangat që një grua vë, dhe këto pranga janë helmuese. A janë veshur shumë provokuese? Mos po flas më shumë se ç'duhet? Se nuk dua të dukem arrogante. Po dhe kjo liria e tepër të gjithë më shohin kështu si, na çmendët ju feministat. Ky mekanizëm vetë kontrolli, vetë monitorimi, e lidhin me feminilitetin. Ky obsesioni kulturor me trupin e gruas nuk është thjesht çështje estetike. Ky është një mekanizëm tjetër, më i sofistikuar kontrolli. Sepse një grua që është vazhdimisht e zënë duke u marrë me trupin e saj, duke numëruar kalorit, duke krahasuar pamjen e saj me të tjerat, nëse është mjaftueshëm e bukur ose jo, ka më pak energji për gjërat e tjera. Më pak energji për të sfiduar pushtetin, për të kërkuar më shumë, për të mos pranuar rregullat. Dhe trupi një gruaje është targeti i duhur. Ai nuk të ndalon, por të bën të ndihesh gabim, e plakur, e rënë, e ke lënë veten pas dore. Ti e kupton se ç'lloj vrasjesh janë këto pa detyrim, pa urdhra. Dhe kjo është arsyeja pse turpi është një nga vrasësit simbolik më të fuqishëm të grave, sepse ai nuk të vret me një goditje, ai të vret ngadalë. Ai të vret çdo ditë. Çdo ditë një grua mendon,
mos e egzagjerova, mos e teprova. Turpi nuk shfaqet si një formë drejt për drejt ndalimi ose mohimi, ai shfaqet si këshill, si kujdes. Për shembull, ti vishu si të duash, por jo kështu. Shumë prindër sot thonë se vajzat janë të lira, ta shprehin mendimin e tyre, të bëjnë karrierën e tyre, por kur një vajzë zgjedh diçka që duket shumë provokuese, reagimi ndryshon. Bluza është ka këtë dekolten pak të egzageruar, edhe fundi është pak i shkurtër. Dëgjon prindër që thonë, unë nuk e kam problem, duket shumë bukur, por burrat janë, ti e di si janë burrat, do të shohin ndryshe. Dhe kjo duket kështu si mbrojtje, por mesazhi që mëson vajza është tjetër, që trupi yt është problem që duhet menaxhuar. Kontrolli nuk vjen më si një ndalim moral, kemi emancipuar mjaftueshëm. Ai vjen si këshill gati realiste për mënyrën si funksionon bota. Por në fakt, këshilla është ti frenohu. Mos jep sinjalet gabuara. Dhe një vajzë që sillet miqësisht me një djalë që shumë bën shaka. Një rritur i thot motra e madhe ose vllai i madh, mos qesh aq shumë atë se mund ta marrë si flirt. Këto janë momente që ndodhin lëndime të forta psikologjike, sepse vajza fillon të menaxhojë çdo sjellje të saj, sepse mund të keq interpretohet seksualisht nga bota. Fillon të kontrollojë jo vetëm trupin, po dhe mënyrën se si sillet në hapësira. E ke vënë re në autobuza se si ulen vajzat dhe se si ulen burrat dhe djemt në autobuza. Vajzat zënë një cep, shtrëngojnë çantën në prerë. Burrat hapen, sepse janë mësuar që po, ata kanë të drejtën në hapësira publike, ndërsa një vajzë jo. Dhe në këtë mënyrë krijohet një lidhje shumë e fortë mes respektit për vetet dhe konfliktit për dëshirën. Ndërsa për djemt të vjen keq ndoshta, po nuk është i njëjti standard. Nuk është i njëjti standard. Vajza mëson se disa sjellje nuk janë të lejueshme për të, sepse ajo duhet të ruajë një imazh. Dhe ndoshta një nga mekanizmat më të hershëm të turpit emocional është fraza mos u bëj drama queen. Kur ajo qan, zemërohet kur proteston. Dhe kështu emocionet e saj fillojnë shihen si të tepruara. Ndaj dhe shumë vajza mësojnë strategji të thjeshta, të qetësojnë veten para se të shqetësojnë të tjerët. Në epokën e rrjeteve sociale kjo është merr tjetër trajt. Vajzat postojnë foto ku ndjen mirë me trupin e tyre. Dhe sigurisht që mund të ketë reagime, mos e posto se do të gjykojnë. Po për trupin e vajzës, pamja është diçka që duhet kontrolluar nga frika e gjykimit. Këto janë format moderne të kontrollit të vajzave. Turpi nuk është më brutal si dikur, ai është i paketuar si këshill, kujdes, pikpamje realiste, mbrojtje prindërore. Pikërisht për këtë arsye, vajza ndjen se duhet të kontrollohet. Dhe në këtë moment mëson si funksionon bota. Në këtë moment, hajde, you don't owe me nothing, është kënga. Mirëmbrëma sërish nga Fije Jete. Jemi në valët e radios Paper FM 91.1. Jemi duke folur për vrasjen e gruas, për mënyrën se si kjo vrasje ndodh nga njerëzit më të rëndësishëm në jetë. Në këtë moment do të flasim për kur padrejtësia kthehet në normë. Sepse një nga frazat është momenti kur gruaja fillon të mendojë që ndoshta jam unë problemi. Gruaja nuk është më vetëm objekt i rregullave që shoqëria ka vendosur. Ajo fillon të dyshojë në perceptimin e saj. Në vend që thotë kjo është e padrejtë, ajo mund të fillojë të thotë ndoshta jam unë që po e teproj. Në vend që të kuptojë që ky nuk është një rregull, kjo që po ndodh nuk është në rregull, ajo fillon të thotë jam unë shumë e ndjeshme. Në vend ta shoh atë që është padrejtësia, ajo fillon të thotë ndoshta e kam unë gabim, ndoshta sërish e egzagjerova unë. Kjo është një nga mënyrat më të sofistikuara se si funksionon pushteti, sepse nuk ka më nevojë të imponoj rregulla. Rregullat janë bërë pjesë e mënyrës se si njerëzit mendojnë.
Ky është brendësimi apo internalizimi i normave sociale. Njerëzit fillojnë të rregullojnë sjelljet e tyre përpara se dikush tjetër t'i kritikojë. Dhe për gratë, ky është një dimension shumë specifik sepse historia e shumë shoqërive është ndërtuar mbi një ide shumë të vjetër. Gruaja duhet jetë e moderuar, jo e zhurmshme, jo shumë ambicioze, jo shumë e lirë. Dhe kur një grua kalon këto kufi të padukshëm, shpesh reagimi i parë që merr nuk është dhuna e hapur, është një reagim i sofistikuar. Ajo fillon të shihet sikur ajo është problemi. Fillojnë dhe bëjmë pyetjen, mos e gjë para ciklit? Sepse një grua që është shumë e zemëruar është histerike, një grua që kundërshton është egoiste. Kështu kjo thik me helm ka një presion shumë të madh psikologjik. Presioni për të qenë arsyeshme, më arsyeshme se burrat. Presioni për të mos krijuar tension, më pak tension se burrat. Presioni për të mos qenë shumë, sepse ata janë shumë. Dhe në shumë raste kjo nuk vjen vetëm nga burrat. Për fat keq, kjo vjen shumë nga gratë. Një kolegi që thot mos e tepro. Një miki që thot bën shumë drama. Një familje ose familjar që thot po na prishte qetësinë me këto gjëra. Këto janë momente të rëndësishme sepse ato e zhvendosin problemin nga sistemi tek individi. Nuk diskutohet më padrejtësia, diskutohet reagimi i gruas. Ajo është problemi. Dhe këtu ndodh një nga transformimet më të thella. Gruaja fillon të monitoroj veten, të kontrolloj zërin, fjalët që përdor, zemërimin që shpreh, dëshirat që artikulon. Fillon ta redaktoj veten përpara se dikush tjetër ta kritikojë. Dhe ti e di si quhet kjo për gratë? Është një grua e matur. Gëzon respektin e të gjithëve. Ka një vetë kontroll të admirueshëm. Në fakt, kjo është në shumë raste thjesht një formë mbijetese. Sepse kur një sistem e bën shumë të kujdesshme, një sistem e bën të kushtueshme ti është vetvetja, njerëzit mësojnë të kuren, të struken. Po, kjo është një nga mënyrat më të heshtura se si vritet një grua. Jo sepse nuk ka mendim, jo sepse nuk ka zë, por sepse mëson të dyshoj për to. Dhe po, kjo është një nga arritjet më të mëdha të çdo sistemi që kërkon të ruaj pushtetin. Të bëj njerëzit të besojnë se problemi nuk është sistemi, por problemi janë ata. Dhe në këtë rast, problemi është gruaja. Do ndalim në një moment tjetër të vrasjes, dhe e kam quajtur vrasja e katërt. Ky është momenti që gruaja fillon të vras veten. Do flasim për gratë vetvrasëse, jo ato që kryejnë akte vetvrasje, këto që jetojnë, edhe të zbukuruara, edhe të qeshura, edhe me familje, edhe krenare për profesionet e tyre dhe për atë që kanë arritur në jetë. Sepse ky është një nga ato momentet më të vështira për të pranuar. Deri në këtë moment e folëm për rregullat, për turpi, për presionin social. Por në këtë moment ndodh diçka shumë e ndërlikuar. Gruaja nuk është më vetëm objekti i sistemit. Ajo është objekti i vetes. Nuk kam më nevojë për dikë ta kontrolloj. Fillon të monitoroj veten, të kontrolloj trupin, fjalët, ambicien. Dhe në shumë raste ajo fillon të kontrolloj dhe gratë e tjera. Këtu ndodhin disa transformime shumë interesante, sepse një grua mund të shohë një grua tjetër dhe të thotë sa ambicioze është, sa e pa fre. Shumë e lirë për kohën që jetojmë. Sigurisht që inteligjenca është aftësia për të përshtatur. Seriozisht e ke? Një tjetër mund të thotë është nuk kënaqet shumë. Këto nuk janë vetëm komente personale, këto janë mekanizma social që ruajnë gjithë kufit. Sepse çdo sistem ka nevojë për roje dhe shpesh rojet më të rrepta janë pikërisht ato që kanë jetuar brenda sistemit për shumë kohë. Paradoksi tjetër i kohës moderne është sepse presioni mbi gratë nuk është vetëm ai tradicional. Presioni mbi gratë është bërë edhe më kompleks. Në shumë shoqëri gruaja përballet me dy sisteme që nuk përputhen me njëri tjetrin.
Është modeli I vjetër, gruaja duhet të jetë e përkushtuar ndaj familjes, të jetë një nënë e mirë, të parandalojë çdo dështim të fëmijëve, të jetë e përmbajtur, të jetë e kujdesshme për reputacionin e saj dhe të bashkëshortit të saj, por në të njëjtën kohë gruaja duhet të jetë e pavarur, e suksesshme, e fuqishme, e realizuar profesionalisht. Sa e lodhshme. Duken si fitore të mëdha, sepse shumë gra I bëjnë këto. Por në praktik këto janë vetvrasjet e përditshme. Sepse gratë që përpiqen të përmbushin këto dy sisteme njëkohësisht, janë perfekte në punë dhe në familje, janë emocionalisht të qëndrueshme, fizikisht tërheqëse, janë gjithmonë në kontroll. Dhe një kontroll, një sistem kontrolli I tillë do të thotë që do të merret fryma dhe të harrosh të jetosh për ditë. Sepse në disa raste presioni nuk vjen vetëm nga struktura tradicionale, por edhe nga këto prurjet e reja moderne për emancipim. Në disa rrethana gruaja që duhet të jetë gjithmonë mjaftueshëm e fortë, e pavarur, e suksesshme, vetëdijshme politikisht, publikisht. Dhe ajo ka fituar një fobi të re. Një fobi që sigurisht nuk e gjejmë në asnjë libër klinik, në asnjë manual diagnostikues, është fobia nga dështimi. Sepse për një grua dështimi është shumë zhbërës. Për një burr, se do e marrë veten. Gruaja moderne nuk ka hequr dorë as nga kërkesat e vjetra, ajo thjesht ka marrë këto të rejat dhe familja vazhdon të kërkojë vetëm sakrifica prej saj. Shoqëria vazhdon të gjykojë trupin e saj, partnerët vazhdojnë të presin një kujdes emocional prej saj. Sistemi ekonomik kërkon produktivitet maksimal. Dhe ky është ai momenti që gratë zhvillojnë një pikë shumë dëshkuese me veten, janë të ashpra. Ato e shtyn trupin për te lodhjes, shtyn mendjen për te kufive, shtyn veten të jenë gjithmonë më shumë, por të njëjtën kohë luftojnë vazhdimisht kundër një armiku tjetër. Plakjes. Në këtë momenti kur gratë fituan më shumë hapësirë në jetën publike, ti e di ç'a ndodhi? Standardet e bukurisë u bën edhe më të ashpra. Trupi I gruas u bë një projekt I përhershëm për përmirësim, dietë, kozmetik, kirurgji, përpjekje e vazhdueshme për të mos u plakur. Një grua që është e lodhur nga të qenit perfekte. Gjitha këto presione mund të fillojnë të krijojnë një sili, xhelozi, për të gjykuar gratë e tjera, për të denigruar gratë e tjera, sepse kjo është mënyra më e lehtë për të mbajtur në këmbë këtë sistem. Kur vetë gratë bëhen pjesë e këtij sistemi, ai kthen viktimat në roje jo vetëm të vetes së tyre, pra jo vetëm që frenoj veten, por përpiqen të frenoj edhe të tjerët. Kjo është ajo që quhet vrasja e katërt. Gruaja fillon të luftojë kundër vetes. Bëhet gjykatëse e trupit të saj, ambicieve të saj, e emocioneve të saj. Sepse në këtë moment sistemi nuk ka më nevojë të imponojë asgjë. Gruaja e bën vetë këtë. Hajde. Kemi nevojë për një këngë. Mirëmbrëma, rikthehemi sërish në emisionin Fije Jete në valët e radios Paper FM 91.1. Sot po flasim për vrasjen e gruas. Atë vrasje që nuk ndodh në një moment në jetë, me një thik, me një revolë, me një spatë. Nuk po flasim për vrasjen që ka gjithmonë një emër, një autor, një vend, një datë. Po flasim për vrasjen e ngadalt, të avasht, të një gruaje që ndodh nga familja, nga shkolla, nga shoqëria. Dhe në këtë moment do doja të dalesha tek gratë, ke përjashtimi që gratë I bëjnë grave. Janë kaq shumë të masakruara gjatë rritjes, sa humbasin ndjeshmërinë për atë që rritet e lirë, për atë që guxon, për atë që kërkon. Për atë që ka dhe një mendim ndryshe.
midis një gruaje që ka një mendim ndryshe dhe një burri që ka një mendim ndryshe. Shumë gra renditen tek burri, tek ai që ka mendimin ndryshe. Dhe më besoni, nuk është që e ka më të zgjuar. Thjesht ka timbrin, është zëri me i lartë, sepse një burr sigurisht që ka të drejtë ngrej zërin, ka të drejtë për tas. Gratë gjykojnë njëra tjetrën për gjithçka, për fustanin e shkurtër, për celulitin e kofsh, për buzët e fryra, për buzëqeshjen apo të qeshurën e egzageruar. Nuk duhet të jesh e thjeshtë, por jo shumë e zbukuruar. Duhet të jesh e kuruar, por jo e bërë. Nëse ke botox, je si profesore, nëse ke rrudha, s'ke respekt për veten. Përdorin që nga ky lloj policie estetike ndaj njëra tjetrës. Jam e bindur që ti që po e dëgjon, nëse je grua, e di se çdo thotë jesh një grua në gjyq, ku gratë e tjera janë gjykatësit, dhe dënimi është përjashtimi i heshtur. Një vështrim që të skanon, një koment që tingëllon si këshill, dhe ndonjëherë një heshtje e gjatë. Dhe këtu dalim tek momenti i tjetër. Dalim tek heshtja. Kjo është faza ndoshta më pak e dukshme, por që ndoshta është një mekanizmat më të fuqishëm për të mbajtur këtë sistem në këmbë. Heshtja. Dhuna, vrasja, nuk mbijeton vetëm nga akti kryer. Mbijetojnë nga sekretet dhe heshtja që i rrethojnë. Me fjalë të tjera, dhuna dhe vrasja ka nevojë për errësirë për të mbijetuar. Në momentin ku një përvojë bëhet e padëgjuar, ajo fillon të zhduket nga hapësira publike. Dhe kjo është një nga mënyrat më të vjetra me të cilat janë trajtuar përvojat e grave. Për shumë kohë, përvojat e tyre janë konsideruar si diçka që duhet mbetet private. Je përdhunuar gjatë luftës, hesht se burri nuk ka fuqi ta mbajë këtë gjë. Ke konflikt në familje, hesht se këtë bën një grua e zonja. Një poshtërim në punë, hesht. Ndoshta ke bërë dhe ti diçka që se kot nuk të poshtrojnë ata. Dhunë në marrëdhënie. Se shpesh reagimi i parë që një grua merr kur përpiqet të flasë për këto gjëra nuk është dëgjimi. Është relativizimi. Mos e bëj kaq të madhe. Ti e di si janë burrat, e ban mend të tatë. Nuk prishet familje për këtë gjëra. Në shumë raste reagimi nuk është agresiv. Përkundrazi, ndonjëherë i qetë, i arsyeshëm, madje edhe i kujdesshëm. Por efekti është i njëjtë. Përvoja e gruas zhvendoset nga problemi real në problem perceptimi. Si të shohin. Nuk diskutohet më ajo që ndodh. Të kam përdhunuar. Okej. Po si do shihet familja jote? Si do shihesh ti? Si do shihet partneri yt? Babai yt? Vëllai yt? Po ta marrin vesh këta, ti e di se çfarë ndodh? Do duan ta vrasin. Kështu që përdhunim është. Dhe ky është një nga ato mekanizmat e tjerë, psikologjik shumë të fortë. Gruaja fillon të dyshojë tek përvoja e saj. Fillon të pyes veten ndoshta po e teproi, ndoshta duhet hesht. Po, ndoshta historia është serioze, po ka prioritete. Në jetën e një gruaje ka gjithmonë prioritete të tjera. Ajo kurrë nuk është e para në listën e saj, në jetën e saj. Ajo është, nuk e dim në cilin pozicion në listë, po e sigurt është që jo e para. Pastaj bën edhe
huton mendjen e saj duke u përpjekur ta zhbëj sa serioze ishte situata, duke u përpjekur ta harroj. Madje guxon dhe të mendoj, mos ndoshta e kam keq kuptuar. Kjo është një formë manipulimi ku realiteti i një personi vjet vazhdimisht në dyshim derisa ai fillon të mos besoj mas perceptimet e veta. Dhe këto lloj manipulimesh ndodhin në familje, në shoqëri, ku shumë histori nuk dëgjohen, ku shumë përvoja minimizohen, ku shumë gra mësojnë se është më e sigurt të mos flasin, sepse të flasësh ka një çmim. Një çmim që vjen nga familja, nga shoqëria, nga mikeshat, nga punëdhënësi. Një çmim që lidhet me mund të humbasësh reputacionin, mund të humbasësh marrëdhëniet, mund të humbasësh mbështetjen e familjes, dhe për shumë gra, ky është një rrezik shumë i madh. Ndaj edhe heshtja është një tjetër formë mbijetese. Jo sepse gruaja nuk ka histori për të treguar, por sepse ajo ka mësuar se nuk ka gjithmonë vend në historitë që ajo mund të thotë. Dhe kjo është nga mënyrat më të forta se si kjo vrasje simbolike mbijeton. Sepse nëse nuk e dëgjoj historinë tënde, ajo fillon të zhduket. Dhe kur shumë histori zhduken, krijohet përshtypje sikur problemi nuk ekziston. Por dhe realiteti ai vazhdon të ekzistojë në një hapësirë shumë më të heshtur, në jetët private, në mendimet që nuk thuhen, në zemrimet që shtypen brenda, në dhimbjet që i hesht. Një nga momentet më të rëndësishme për të ringjallur një grua të vrarë është i rikthesh zërin. Ti japësh hapësirë që ajo mund ta thotë përvojën që ka. Sepse kur një histori thuhet, ajo fillon të zërvend, të dëgjohet, të ketë një hapësirë publike. Dhe kjo është pikërisht ajo që sistemet e padrejta kanë më shumë frikë. Nuk kanë frikë vetëm nga zemërimi, po kanë frikë nga fjala. Nga momenti kur dikush thotë që kjo ndodhi dhe unë nuk do hesht më, sepse sistemet nuk din të menaxhojnë një grua, din të nënshtrojnë atë, por jo ta menaxhojnë atë. Kjo është një nga format më të vjetra të vrasjeve të grave, heshtja. Është momenti për të kaluar në një këngë tjetër. Jemi në Paper FM 91.1. Ky është emisioni Fije Jete. Sot u morëm me vrasjen e gruas, me faktorët që e bëjnë një vrasje të jetë për gjatë gjithë jetës, mënyrën se si shoqëria ka ndërtuar sistemin e rregullave, për trupin e gruas se si duhet menaxhuar, për turpin si një polic, gjyqtar dhe prokuror që prindrit e shoqëria instalojnë në mendjen e një gruaje, për kufizimet, për heshtjen, për mënyrat se si marrin formë. Për shembull, ke parasysh një grua që punon shumë, në gjuhën angleze quhet workoholiste. Këto janë gra që gjithashtu vriten për ditë. Vetëm që të zemëruara me mjetet, armët e botës kanë zgjedhur të vetë vriten. Pavarësisht admirimit që mund të ketë dynjaja për të, e vërteta është që puna është një nga instrumentat që ajo ka zgjedhur për të heshtur dhembjen e saj, frikrat e saj,
të ndërtoj një territor ku zëri i saj mund të ndihet më i sigurt, por natyrisht kurse si përballë një burri. Ka vrasje që ndodhin në një moment. Ka vrasje që zgjasin një jetë. Sepse një grua nuk vritet vetëm kur arma është drejt saj. Ajo fillon të zhduket shumë më herët. Kur e mësojnë të mos flasë më, kur e mësojnë të ketë turp nga dëshirat e saj, kur mëson të kontrollojë çdo fjalë, çdo emocion, çdo vështrim, kur mëson të dyshoj tek vetja më shumë se sa tek sistemi që e kufizon. Dhe ndonjëherë, momenti më i vështirë është një tjetër. Është ai momenti kur vetë gruaja e fut këtë sistem brenda vetes dhe fillon ta besojë. Kur fillon të gjykoj veten, kur fillon të gjykoj gratë e tjera, kur fillon të besoj se problemi është pikërisht ajo. Çdo sistem që mbështetet në turp dhe në heshtje ka fuqinë të vrasë një grua. Po nëse një grua fillon të jap zë, ky sistem bëhet i brisht dhe njerëzit fillojnë të kuptojnë se si ai funksionon. Në momentin që një vajzë kupton se zëri i saj nuk është problemi, kur një grua kupton se dëshirat e saj nuk janë turp, kur një grua tjetër refuzon të dyshojë tek përvoja e saj, atëherë sistemi fillon të lëkundet. Jo me njëherë, sigurisht, pak në pak. Sepse çdo histori e thënë me zë, e shkon sistemin. Sepse sistemi ka mbijetuar nga heshtja jote, nga heshtja ime, nga heshtja jonë. Sa herë ke mësuar në jetë të heshtësh, të vësh në dyshim veten? Sa herë kemi menduar që të heshtim është mënyra e vetme ndoshta për të mbijetuar? Sepse vrasjet e mëdha nuk ndodhin në një moment. Ato zgjasin një jetë. Natën e mirë, nga Fije Jeta. Ky emision mundësohet nga Konrad Albania.